Ditëlindja e 34 e Partisë Socialiste ka mbledhur bashkë socialistët këtë të njëjtë para Selisë Roz. Kjo fest ka bërë bashkë socialistët e vjetër dhe të rinjt, deputetët e sapo dal fitues në zgjedhjet e 11 majit. Në fjalimin e tij, kryeministri Edi Rama tha se fokusi i punës së parlamentit të ri gjatë këtyre 4 viteve do të jetë antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian. Nuk jemi shmangur asnjëherë përgjegjësive që vijnë me fitoret, dhe kjo unë besoj se është arsyeja kryesore pse ne nuk lodhemi së fituari, pasi nuk lodhemi së ngarkuari veten me përgjegjësi dhe së reflektuari mbi çfarë mund të bëjmë më mirë. E natyrisht që shumë gjëra duhen bërë me patjetër më mirë në kushtet kur kjo fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Nuk ka arsye më të fortë dhe nuk ka edhe domethënie më të madhe lidhur me përgjegjësinë se sa ky objektiv, i cili është një objektiv sa i arritshëm, aq edhe tejet i vështirë për t'u arritur. Rama u ndal edhe të përbërja e re e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i cili përfshin 83 deputet. Kemi një skuadër të re me jo pak, po me 83 deputet dhe më shumë se sa numri është përbërja e skuadrës, është harmonizimi i eksperiencës me prurjet e reja, dhe është shpërndarja më e mirë se sa asnjëherë tjetër e peshës së përfaqësimit në çdo territor, që besoj unë i japin kësaj skuadre të re mundësinë që ta përballojë me sukses peshën e madhe që do të duhet mbaj në këto vite kur parlamenti do të duhet të bëhet shtylla kryesore e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian për përmbajtjen që ka procesi. Nga ana tjetër, unë besoj që si rezultat i mirë organizimit në të gjithë territorin dhe si rezultat i një betejë të bërë me shumë përkushtim në të gjithë territorin, kemi po ashtu edhe një skuadër mbështetëse jashtëzakonisht premtuese në të gjitha njësitë administrative, në të gjitha zonat ku Partia Socialiste është angazhuar gjatë gjithë këtyre muajve në mbështetje të grupeve të kandidatëve për deputet. Kreu i qeverisë nuk i ka kursyer batutat me socialistët e pranishëm në Selisë Roz me rastin e 34 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste, ku përmendi Arta Daden dhe Gramoz Uruçin. Të gjithë ata që janë këtu përpara nesh, domethënë përpara meje dhe përpara shumë të tjerëve, dhe që janë gjithmonë pranishëm në këto sebepe, por jo vetëm sebepe, janë pranishëm edhe në jetën e përditshme të partisë sipas mënyrës dhe me energjinë e tyre. Edhe këtu dy ekstreme do marr zysh artën, që nuk më ndahet, edhe që as nuk e diskutoja që sa të dëgjonte emrin do ta bënte fytyrën që të shkeqem përmend emrin. Zyshe, të shqyqyr që të kemi. Edhe shohu Gramoz që nuk diskutohet, që
sa kohë do ta shoh këtu në oborrin e partisë, jam i sigurt që partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni ditën kur do mungoj Gramozi në këtë obor. Po atëherë do jem asun, kështu që shifni e bëni. Partia Socialiste u themelua më 12 qershor të vitit 1991, ndërsa kryetari i saj i parë u zgjodh Fatos Nano, që e drejtoi deri në vitin 2005 për t'ia lënë më pas stafetën Edi Ramës, i cili është në krye të kësaj force politike tashmë prej 2 dekadash.